Njerëz të Oliver Spasovskit kanë bërë presionin ndaj prokurorëve në ISHPSP dhe kjo prokurori ka punuar sipas urdhrave të Zaevit dhe LSDM-s, kurse lidhjet e tyre shkojnë deri tek gjykatët. Akuzat vijnë nga BMRO DPMN duke pohuar se njerëz të Spasovskit kanë diktuar se cilët njerëz të ndiqen dhe cilët të përjashtohen në raste të veçanta. Советник на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во техничката влада пред околу 10 години. Këshilltari i Ministrit të Brendshëm Oliver Spasovski në qeverinë teknike para 10 viteve në zyrat e Prokurorisë Speciale Publike i ka thënë prokurorës Kadriu se duhet të zgjerohet përfshirja e personave me rastin, pas ajo nuk ka pranuar, ai ka shkuar në vend tjetër për t'u ankuar, kurse pas një kohe të shkurtër Kadriu ishte përjashtuar nga puna. Por nga LSDM-ja thonë se fushata e BMRO DPMN-s kundër lëndëve të PSP-s paraqit një operacion për kthimin e Gruevskit. И откако ги видовме резултатите од истражувањата во Унгарија, станува известно дека блискиот пријател на Мицкоски. Pasi shikuam rezultatet e hulumtimeve në Hungari, bëhet e qartë se miku i afërt i Mickoskit, Obrani, mund të përballet me humbje në zgjedhje. Këtë e ka parë edhe Gruevski, në vend se në Idrizov, VMRO planifikon ta kthejë në Pallatin e Bardhë, kështu duken reformat në VMRO. S'ka nën kryetar, s'ka konkurrencë të brendshme, hapet rruga për kryetarin e vetëm të VMRO-s, Gruevskin. Socialdemokratët thonë se skenari i sulmeve ndaj ish-prokurorisë speciale publike ka të bëjë me kthimin e Gruevskit, që sipas tyre përmes mediave të Orbanit në Maqedoni tashmë po zhvillohen fushata të zeza për ndjekje politike dhe raste të montuara.